Nuk më heqin qafë edhe aq lehtë. Çka nëse ata s'dojnë me të kandidu, se është partia më e madhe, nëse si ki votat e atyne? Kështu, në vitin 2020, kur urzuat herë qeveria Kurti 1, ju e dini që unë kam dalë në mbrojtje të parimeve që i kam premtu para qytetarëve të Kosovës dhe kam votu kundër rrëzimit qeverisë edhe kundër krejt asaj metodologjie shumë të shëmtuar që organizu prapa shpine, pa e mendu në asë një moment se çfarë do të ndodhë me mu. As nuk e komendua do të kandidoj me dikë tjetër, as nuk e komendua do të më përjashtojnë partia në cilën isha, as nuk e komendua do të kandidoj si presidente, apo a do të ke mundësi si deputete të kandidoj pak e lëre më presidente, as nuk kom pas as një marrëveshje me kryeministrin Kurti ose dikë tjetër. Kam dalë sepse kam qenë e bindur që është gjëja e drejtë për ta bërë. Edhe tash, unë jam duke e bërë me qëllimet më të mira, besoj punën më të mirë në interes qytetarëve edhe të vendit tim. Si do të rrjedh uji, lumi i politikës janë gjëra të cilat është shumë herë ta themi tash për mesin e vitit 2026. Apo në se je shumë e re për post, je e re, ki energji të hatashme. Kur për thëmë këta, veç për menoj 2 njerës që kandidun për prezident atje në Amerikë, i kritikun me të madhe me 80 vjetë. Ti je te për e re, ke mri prezidente te për e re, është normale me dasht mandatin e dytë, është kështu me mosh normale. Po tash po të pysa FD, a i këshe dasht mas pari, se s'pyta, a këshe dasht me pas mandatin e dytë? Ende nuk e kam vendos një gjatë të tillë, them shumë sinqerisht, për shkak se ka shumë faktor që duhet me u marrë parasysh. A idhnosh vendosja mu idhnu edhe mos me të kandidu? A idhnosh? Po, sepse edhe kandidimi nuk ka qenë i vetë vendosjes herën e kalume, ka qenë i përbashkt, dorën zemër. Sepse kur patëm kandidu në damas, unë i pata marrë dikun 200.000 vota, dikun 225.000, po kru bashkum, vetë vendosja kru bashkum, pastaj i bënëm 440.000 vota. Pa ty ta është i masificet matematikën soj me? Ajo që ka po them unë është që ajo ka qenë force përbashkët, rezultati përbashkët, rrjedhimisht edhe ne të dy kemi qenë në krye të fushatës, kandidat për president dhe për kryeministër, pra kemi përkra njëri tjetrin, sepse kur po përkthehet jo ty të ka përkra vetë vendosja, po ka dalë se reciproke ka qenë kjo gjë. Reciproke ka qenë kjo gjë, i kemi bashku forcat dhe besoj kemi arrit një rezultat mirë, pavarësisht krejt atyre akuzave që i bëre më herët, besoj që është bo një punë e mirë në shumë drejtime, a kanë mujtë shumë sektor me bo ma mirë? Po, dhe ka edhe të ne, shumë shpesh frustrim se s'është bë kjo. Me gjitha të, unë nuk i bie pishman për bashkëpunimin që ama dhe nuk një është përdorur, që votat e tuja u përdorën me e që vetë vendosje për shtetë. Po nuk lejoj unë askend me më përdorë, mës lutem, nuk lejoj askend. Unë jam të e përfacu shtetin tem, jam të e mbrojt interesin e shtetit tem, jam të e bot pa mundurën që interesi i popullit Kosovës të mbrojt brenda dhe jashtë vendit, nuk lejoj me më përdorë askur, se kur kam qenë 22 vjetë që kam qenë politik, nuk kam leju një gjatë t'il e që keme vazhdu me qenë politik mas postit presidentës? Pa më parasysh çfarë pozite? Nuk më heqin qafë edhe aq lehtë. Jo,